Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna ahadun al-maut. Do të thënë askush mos e kërkoj vdekjen. Imma muhsinan fayazdadu ihsanan. Do të thënë ai ose është bamirës, besimtar dhe që bën vepra të mira dhe i shton të mirat. Do të thënë nuk duhet ta kërkoj vdekjen sepse nëse është në rrugën e drejtë, do të shtojë edhe më shumë të mira. Wa imma musian fala'allahu an yasta'tib, ose është keqbërës, bën vepra të këqija dhe ndoshta pendohet. Pra nuk duhet ta kërkoj vdekjen më herët, por të shpresoj tek Allahu për atë që është më e mirë. Do të thënë ti lutet Allahut, më jep jetë për aq kohë sa jeta është e mirë për mua. Do të thënë ose shton vepra të mira, ose pendohet prej veprave të këqija. Dhe ma dërgoj vdekjen në atë moment që është më e mira. Në momentin që është më i miri për të vdekur. Do të thënë kur është në gjendjen më të mirë njeriu, në ibadet, në besim, edhe përpara se të ndodhë një fitne ose devijim. Do të thënë siç është në dua tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë wa idha aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftun. Do të thënë kur të duash ti sprovosh robrit e tu, atëherë më merr mua pa më sprovuar. Do të thënë para se të vi sprova dhe devijimi, do të thënë që njeriu të largohet në momentin kur është në gjendjen më të mirë.